Një vajzë me rroba të pista u poshtërua në publik, thjesht sepse kërkoi ujë. Ajo që askush nuk e dinte, ishte se ajo ishte e bija e milionerit të famshëm shqiptar. Ai pa gjithçka, dhe mësimi do të vinte në heshtje, por fuqishëm. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, dielli i verës rrite fort mbi xhamat e pasqyruara të Kullës Business Center në zemër të bllokut, një lagje e njohur në Tiranë. Brenda agjencisë bankare që zinte të gjithë katin e parë të asaj ndërtese impozante, ajri i kondicionuar i ftohtë binte në kontrast me vapën mbytëse të rrugëve. Dyshemeja prej mermeri italian pasqyronte dritat e ftohta të paneleve elektronike që thërrisnin numra pa pushim, me një ritëm mekanik që dukej se diktonte pulsin e atij ambienti. Ishte një e martë e zakonshme, nga ato ditë kur rutina gëlltiste çdo mundësi për surprizë. Pas banakut kryesor, dy punonjëse e ndanin vëmendjen mes ekraneve të kompjuterëve dhe celularëve që këmbëngulnin të vibronin me njoftime. Angela, më e reja, me thonjtë e lyer në mënyrë perfekte me një të kuqe të ndezur, qeshte me të madhe ndërsa i tregonte koleges një video të një influencereje që fliste për festën e fundjavës së kaluar. Erisa, pak më e madhe, por po aq e painteresuar për lëvizjen e moderuar të agjencisë, komentonte fustanin që kishte bler në një butik të shtrenjtë në zonë. Të dyja formonin një dyshe të njohur për të gjithë në agjenci. Efikase kur donin, veçanërisht kur klienti kishte një mbiemër të rëndësishëm ose lëvizte shuma që ua bënin syt të shkëlqenin. Për të tjerët, ata që vinin me rroba të thjeshta, dokumente të zhubravitura në duar dhe dyshime në sy, shërbimi ishte ndryshe. Më i ftohtë, më i nxituar. Ndonjëherë, thjesht i munguar, i lënë për më vonë, gjithmonë për më vonë. Robert Gjoni, menaxheri i agjencisë, ishte 42 vjeç dhe kishte një karrierë të ndërtuar mbi shifra, objektiva dhe raporte pa të meta. I gjatë, me flokët gjithmonë të krejur prapa me gjel, kostume të prera mirë dhe një çantë lëkure italiane gjithmonë nën krah, ai lëvizte nëpër hapësirën e agjencisë si dikush që shkel territorin e vet për Robertin. Çdo klient ishte një numër. Çdo llogari, një potencial. Çdo ndërveprim, një mundësi shitjeje ose një pengesë për objektivat e tij mujore. Ai e kishte mësuar herët që në vitet e para të karrierës se bankat nuk ishin vend për sentimentalizma. Ishin kompani. Biznese. Dhe bizneset bëheshin me ata që kishin para për të lëvizur, investuar, shumëzuar. Të tjerët, ata që vinin për të hapur një llogari të thjeshtë, për të zgjidhur probleme me kartën, për të paguar fatura të vonuara, shërbeheshin sepse duhej, sepse ishte pjesë e protokollit, por kur me të njëjtin entuziazëm, kur me të njëjtën vëmendje kushtuar klientëve special. Roberti vëzhgonte gjithçka nga zyra e tij me xham, nga ku mund të shihte të gjithë lëvizjen e sallës kryesore pa pasur nevojë të përfshihej drejt për drejt. I pëlqente ajo pozitë. I pëlqente të ishte sipër, të kontrollonte pa u ndotur me detajet e përditshme. Kur ishte e nevojshme, dilte për t'i shtrënguar dorën ndonjë biznesmeni të rëndësishëm, për të mbyllur ndonjë marrëveshje të madhe, për të treguar se ishte aty, i pranishëm, i vëmendshëm. Për të tjerët, delegonte. Dhe Angela e Erisa e dinin saktësisht se si i pëlqente atij të funksiononin gjërat. Në anën tjetër të sallës, pranë derës rrotulluese të hyrjes, Xha Beqiri kryente turnin e tij si roje sigurie. Në moshën 58 vjeçare, me uniformën blu të errët gjithmonë pa të meta pavarësisht viteve të përdorimit, ai përfaqësonte gjithçka që ai mjedis nuk ishte, njerëzillë. Xha Beqiri kishte sy që ende dinin të shihnin njerëz. Duar që ende shtriheshin për të ndihmuar një zonjë të moshuar të ulej, për të mbajtur derën për dikë me vështirësi në lëvizje, për të ofruar një gotë ujë kur vinte re se dikush priste prej shumë kohësh. Ai njihte prapa skenat e asaj agjencie më mirë se kushto. Dinte për bisedat që bëheshin nëpër korridore, për komentet dashakeqe për klientët e thjeshtë, për të qeshurat kur dikush hynte me rroba pune fizike dhe injorohej nga punonjësit. Xha Beqirit nuk i pëlqente ajo që shihte, por as nuk dinte si ta ndryshonte. Ishte vetëm një roje sigurie në fund të fundit. Funksioni i tij ishte të kujdesej për sigurinë fizike të vendit, jo për moralin e njerëzve. Megjithatë, bënte ç'të mundte. Geste të vogla që ndoshta nuk e ndryshonin botën, por që bënin diferencën për atë që i merrte. Një fjalë e mirë. Një buzëqeshje e sinqertë. Një ndihmë diskrete. Ishin aktet e tij të rezistencës së heshtur kundër ftohtësisë së atij vendi. Atë pasdite të së martës, lëvizja ishte e qetë.
Disa drejtues kalonin shpejt duke u shërbyer me zell. Një zonjë elegante me syze dielli të shtrenjta dhe çantë firmato kishte gjithë vëmendjen e erisës, e cila buzëqeshte dhe pajtohej me gjithçka që thoshte klientja. Në një cep, një grua në moshë të mesme me uniformë pastrueseje nga ndonjë dyqan aty pranë, priste në këmbë duke mbajtur një dosje me dokumente. Kishte 20 minuta që ishte aty, por Angela gjithmonë gjente diçka më urgjente për të bërë kur shikonte në drejtim të saj. Gja Beqiri e vuri re. E vuri re dhe ndiu një shtrëngim në gjoks, por çfarë mund të bënte? Ju afrua gruas në mënyrë diskrete. Keni nevojë për ndihmë për diçka, zonjë? E pyeti me zë të ulët. Gruaja buzëqeshi, mirënjohëse për vëmendjen. Thjesht po pres të më shërbejnë. Duhet të zgjidh një problem me kartën time, por duket se askush nuk më sheh këtu. Gja Beqiri shikoi punonjëset të zëna me celularët e tyre tani që klientja e rëndësishme ishte larguar. Ndjeu zemërim, por e gëlltiti. Më lejo të shoh çfarë mund të bëj, tha ai dhe u drejtua nga banaku. Angela, ajo zonja atje po pret prej kohësh, tha ai në mënyrë diskrete. Angela ngriti syt nga celulari, shikoi gruan dhe u kthye përsëri te ekrani. Duhet të marr numër, Gja Beqir. Nuk mund të shërbejmë këdo jashtë radhe. Ajo ka marr numër. 3 veta i kanë kaluar para. Angela ngriti supet. Jemi të ngarkuara me shumë punë. Kur të na jepet mundësia, e thërasim. Gja Beqiri pshërtiu, u kthye te gruaja dhe, i zënë ngushtë, i kërkoi edhe pak durim. Ishte gjithçka që mund të bënte. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, në një zonë më pak të privilegjuar si Astiri, një projekt social i quajtur Duart Solidare priste vizitën e donatorëve dhe mbështetësve. Mes grupeve që qarkullonin nëpër hapësirën e thjeshtë, por të mirëmbajtur, një vajzë 5 vjeçare vraponte mes fëmijëve të tjerë, duke qeshur me zë të lartë. Fustani i saj ngjyrë Leila lëkundej, ndërsa ajo kërcente litar me 3 vajza të tjera të komunitetit. Sofia ishte një fëmijë i veçantë. Jo për gjendjen financiare të babait të saj, por për shkëlqimin që mbante në sy. Kurioze, inteligjente, shumë e folur për moshën e saj, ajo kishte dhuntin të bënte pyetje që i linin të rriturit pa përgjigje. Pse qielli është blu? Pse disa njerëz kanë shtëpi të mëdha dhe të tjerë nuk kanë fare shtëpi? Pse dajat e qoshja flen në rrugë kur bën ftohtë? Pyetje që shqetësonin sepse vinin të veshura me një pafajësi që kërkonte përgjigje të ndershme. Krenar Aliu, babai i saj, e vëzhgonte nga larg ndërsa bisedonte me koordinatoren e projektit. I gjatë, me lëkurë esmere dhe sy të thellë, krenari kishte një prani që tërhiqte vëmendjen edhe kur përpiqej të kalonte pa u vënë re. Në moshën 38 vjeçare, ai mbante një histori që pak kush e njihte. Bir emigrantësh libanez që kishin ardhur në Shqipëri në vitet 80 duke ikur konflikteve në lindjen e mesme, ai ishte rritur duke parë prindërit të punonin ditë e natë në një dyqan të vogël përdurash në zonën e Pazarit të Ri, në qendër të Tiranës. Krenari e mësoi herët vlerën e parave. Por mësoi diçka edhe më të rëndësishme, vlerën e dinjitetit. Shihte se si trajtoheshin prindërit e tij nga disa klientë, si shikoheshin me dyshim në vende të caktuara, si duhej të provonin gjatë gjithë kohës se ishin të ndershëm, punëtor, të denjë për respekt. Kjo ja shënoi fëmijërinë në një mënyrë që nuk ju largua kurrë. Me shumë punë dhe inteligjencë për biznes, krenari ndërtoi një perandori financiare. Filloi duke bler prona të zhvlerësuara, duke i rinovuar dhe rishitur. Më pas, investoi në kompani më të vogla, bëri partneritete strategjike dhe kur ishte vetëm 30 vjeç, arriti të blinte shumicën e aksioneve në një rrjet agjencish bankare që ishte në vështirësi. Brenda 8 vitesh, e transformoi atë rrjet në një nga më të qëndrueshmit dhe fitimprurësit në vend. Por parat kur nuk ja ndryshuan thelbin. Krenari vazhdonte të shqetësohej nga padrejtësia. Mbështeste projekte sociale në mënyrë diskrete, pa bujë, pa kërkuar vëmendje. Besonte se kompanit kishin përgjegjësi për te fitimin. Dhe përpiqej, brenda mundësive, të krijonte një kulturë respekti dhe dinjiteti në bizneset e tij. Jeta personale e krenarit, megjithatë, kishte plagët e saj. Sofia ishte fryt i një marrëdhënieje që nuk funksionoi. Ema, një avokate tiranase nga një familje tradicionale, kur nuk arriti të pranonte ritmin e punës së krenarit, origjinën e tij, mënyrën se si ai vlerësonte disa gjëra që për të nuk kishin kuptim. Pas vitesh përpjekjesh, erdhi ndarja. E dhimbshme, por e nevojshme.
Kujdestaria e Sofis u nda, por në praktik, vajza kalonte më shumë kohë me baban, pasi ema ishte transferuar jashtë vendit për të marrë një post të rëndësishëm në një kompani multinacionale. Kështu, krenari e gjeti veten vetëm, duke u përpjekur të balanconte administrimin e një perandorie financiare me kërkesat e një vajze të vogël, plot energji dhe pyetje. Punësoi teta dritën, një dado të mrekullueshme rreth të 50-tave, e cila u bë një nën e dytë për Sofin. Por krenari bënte çmos të ishte i pranishëm sa herë që ishte e mundur. E çonte vajzën në shkollë, darkonte me të çdo natë që mundej, i lexonte përralla para gjumit. Dhe, kryesisht, përpiqej ta mësonte për empatin, për të parë njerëzit përtej paraqitjes, për të përdorur privilegjin e mundshëm për të bërë diferencën në botë. Prandaj, sa herë që ishte e mundur, e merrte Sofin për të vizituar projektet sociale që mbështeste. Donte që ajo të kuptonte se jo të gjithë kishin atë që kishte ajo. Se duhej mirënjohje, për ulësi dhe angazhim ndaj atyre që kishin nevojë. Atë ditë, Sofia ishte zhytur me mish e me shpirt në lojra. Ra në tokën me dhe. I lyu duart me balë duke ndihmuar një djalë të ngrinte një balon. U djersit, vrapoj, i shpupuriti flokët kaçurel që teta drita ja kishte krejur me aq kujdes në mëngjes. Fustani Leila ishte me njolla dheu, këmbët e pista, fytyra e skuqur nga vrapi në diell. Kur erdhi koha për t'u larguar, Tater Wright u përpoq ta rregullonte pak vajzën, por Sofia ishte shumë e lodhur për të qëndruar urt. Në makinë, rrugës për në shtëpi, Sofia ra në gjumë në sediljen e pasme. Krenari e pa nga pasqyra e brendshme, pa vajzën që flinte me gojën gjysmë të hapur, një tufë flokësh ngjitur në fytyrën e djersitur dhe buzëqeshi. Ajo ishte e vogla e tij. Autentike. E lirë. E lumtur. Kishin rënë dakord të kalonin shpejt nga agjencia kryesore, ajo në blok, që krenari të merrte disa dokumente të rëndësishme që i duheshin për një mbledhje të nesërmen. Teta drita do të qëndronte në makinë me Sofin që flinte, do të ishte shpejt. Por trafiku ishte më i rënduar se pritej dhe kur mbërritën, ishte pas orës 3 pasdite. Dielli vazhdonte të përvëllonte rrugët e Tiranës. Sofia u zgjua kur makina parkoi. Shikoi përreth, e hutuar, ende e përgjumur. Ku jemi, babi? Në agjenci, zemër. Babi do marrë vetëm disa letra dhe do shkojmë në shtëpi, mirë? Kam etje, u ankua vajza, duke lëpir buzët e thara. Kur të arrijmë në shtëpi do pish një lëng të ftohtë, dakord? U përgjigj krenari, duke hapur derën. Teta drita po merrej me celularin, duke ju përgjigjur mesazheve të së bijës. Sofia, e shqetësuar dhe me etje të vërtet pasi kishte vrapuar aq shumë në pjesën më të nxehtë të ditës, shikoi nga dritarja. Pa ndërtesën e madhe prej xhami, pa derën rrotulluese dhe kujtoi se kishte qenë aty me baban e saj më parë. E dinte se atje brenda kishte ujë. Kishte atë freskuesen e ujit që gjithmonë i dukej interesante, me flloskat e ujit që ngriheshin lart. Në një impuls fëmije të lodhur dhe me etje, Sofia hapi derën e makinës para se teta drita ta vinte re. Dadoja, e shpërqendruar me celularin, u vonua disa sekonda për ta kuptuar. Kur shikoi në sediljen e pasme, vajza tashmë po kalonte trotuarin në drejtim të derës rrotulluese. Sofia. Bërtiti Tater Wright, por vajza tashmë kishte hyrë. Brenda, dera rrotulluese nxori një fëmijë të vogël, me flokë të shpupuritur, këmbë të pista nga dheu, fustan me njolla, fytyrë të djersitur. Sofia shikoi përreth, kurioze për atë vend plot dritë dhe njerëz të veshur mirë. Nuk e kishte idenë se pamja e saj binte në sy në atë mjedis. Për të, ishte thjesht agjencia e babait të saj. Një vend ku, teorikisht, ajo i përkiste. Eci ngadalë, duke vëzhguar panelet elektronike, koltukët prej lëkure, dyshemen me shkëlqim. Dhe pastaj pa freskuesen e ujit të mbështetur në murin anësor. Syt i shkëlqyen. Ishte pikërisht ajo që i duhej. Eci deri atje, zgjati krahët e vegjël duke u përpjekur të arrinte butonin. Ishte e gjatë për moshën e saj, por gjithsesi ju desh të ngrihej në maj të gishtave. Ishte atëherë kur Angela shikoi anash dhe e pa. Duke rrudhur vetullat, i dha një të prekur në krah Erisës, duke treguar me mjekër në drejtim të vajzës. Të dyja shkëmbyen një vështrim. Erisa rrotulloi syt dhe tundi kokën në shenjë mohimi. Nga doli kjo fëmijë? Përshpëriti Angela. Nuk e di. Duhet të ketë hyrë nga rruga. Shikoje si është veshur, u përgjigj Erisa me neveri në zë.
Sofia arriti të shtypte butonin dhe uji filloi të rrifte. Ajo uli kokën duke u përpjekur të pinte, por presioni ishte i fortë dhe ja lagu fytyrën. Qeshi lehtë, ju duk qesharake. Hej! Zëri i Anxhelës çau ajrin i lartë dhe i ashpër. Vajza u tremb, ngriti fytyrën që i pikonte ujë. Nuk lejohet ta prekësh atë, nuk dëgjove? Sofia u largua nga freskuesja, e hutuar. Pse nuk mund të pinte ujë? Ajo gjithmonë pinte ujë kur kishte etje. Babai gjithmonë i thoshte se ishte e rëndësishme të pinte ujë. U përpoq të shpjegonte me zërin e hollë dhe ende pak të dridhur nga gjumi dhe lodhja. Unë vetëm doja të pija ujë. Kam etje. Erisa ju afrua duke e parë vajzën nga kokat e këmbët me një shprehje që përziente për buzje dhe pa durim. Dhe ti pse ke hyrë këtu? Ky nuk është park, jo. Nuk mund të hysh kështu. Babai im punon këtu, tha Sofia me pafajësi. Të dyja punonjëset shkëmbyen një vështrim dhe qeshën. Një e qeshur e thatë, sarkastike, që ja shtrëngoi zemrën Sofis pa e kuptuar mirë pse. A po? Babai yt punon këtu? Tha Anxhela me ironi. Dhe çfarë bën? Është pastrues? Erisa qeshi më fort. Shikoi gjendjen e saj, Anxhela. Duket sikur ka dalë nga ndonjë shesh ndërtimi. Si mund të punonte babai i saj në një vend si ky? Sofia ndjeu lotët t'i digjinin në sy. Nuk e kuptonte mirë se çfarë po ndodhte, por e dinte se po poshtërohej. Toni i zërit të tyre, mënyra se si e shikonin ato të qeshura. Gjithçka i dhembte. U përpoq përsëri. Është e vërtetë. Babai im është pronari. Ai punon atje lart. Kjo ishte e tepërt për Anxhelën, e cila shpërtheu në një të qeshur të madhe. Sigurisht vogëlushe. Dhe unë jam mbretëresha e Anglisë. Tani mjaft shpike histori dhe largohu nga këtu para se të thëras diktë të nxjerrë. Disa klientë filluan të shikonin skenën. Një zonjë me flokë të thinjur, e ulur duke pritur radhën e saj, rudhi vetullat e shqetësuar. Burri i saj, pranë saj, i kapi krahun kur pa se ajo do të ngrihej. Mos u përziej, Maria. Ky nuk është problemi ynë, i pëshpëriti ai. Xhabeqiri, i cili ishte në anën tjetër të sallës duke ndihmuar një të moshuar me vështirësi për të përdorur bankomatin, dëgjoi lëvizjen dhe shikoi. Pa vajzën e vogël, të pistë, të frikësuar dhe dy gra të rritura që e trajtonin me vrazhdësi. Ndjeu gjakun t'i vlonte. E ndihmoi shpejt të moshuarin dhe u drejtua nga skena. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ai, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. Anxhela tregoi Sofin sikur të tregonte një problem. Kjo vajzë hyri këtu nga rruga Xhabeqir. Është e pistë, po bën rëmuj, po luan me freskuesen e ujit. Duhet ta nxjerrësh nga këtu. Xhabeqiri shikoi Sofin. Pa syt e përlotur, buzën e poshtme që i dridhej, duart e vogla që shtrëngonin cepin e fustanit të pisë. Zemra e tij prej gjyshi i dhembte. Por ajo është vetëm një fëmijë. Nuk mund ta trajtoni kështu, tha ai, me zë të ulët që të mos e dëgjonin klientët. Erisa u fri. Nuk mund të lëm këdo të hyj këtu dhe të bëj ç'të doj, Xhabeqir. Ti e di këtë. Po ta lësh, së shpejti ky vend do të bëhet pikë takimi. Ajo vetëm ujë donte, u përpoq të argumentonte roja. Atëherë le të shkoj të pi ujë diku tjetër. Këtu është një bankë, jo qendër sociale. Zëri i Robertit e preu diskutimin. Menaxheri kishte dalë nga zyra e tij kur vuri re lëvizjen. Cili është problemi? Pyeti ai, tashmë me një fytyrë jo miqësore. Anxhela nxitoi të shpjegonte versionin e saj. Kjo vajzë u shfaq këtu nga hiçi, zoti Robert. Hyri nga rruga, e gjitha e pistë, donte të përdorte freskuesen e ujit. Ne i kërkuam të dilte, por ajo këmbënguli se babai i saj punon këtu, se babai i saj është pronari i bankës. Shikoi gjendjen e saj. Është e qartë se po shpik histori. Roberti shikoi Sofin me padurim. Edhe një problem tjetër për të zgjidhur në një ditë që tashmë ishte e ngarkuar. Kishte pasur 3 mbledhje në mëngjes, ishte vonë me raportet dhe tani duhej të merrej me një fëmijë rruge që kishte hyrë në agjenci. Xhabeqir, shoqëroje deri te dalja, të lutem. Dhe shiko të përforcosh udhëzimin për personelin të dera. Nuk mund të lejojmë të ndodhin gjëra të tilla. Sofia dëgjoi gjithçka.
Kuptoi se po e dëbonin. Se askush nuk e besonte. Se askujt nuk I interesonte që ajo kishte etje. Lotët që ishin mbajtur më në fund rodhen. Rëshitën në përfaqet e pista duke lënë gjurmë të pastra në pluhurin që kishte mbetur nga loja në projekt. Nuk po gënjej, qau me dënes. Babai im punon këtu. Unë vetëm u I doja. Erisa humbi durimin. E kapi Sofin për krahu, jo shumë fort, por me një vrazhdësi që e bëri të qartë se vajza nuk ishte e mirë pritur. Mjaft, vajzë. Dil jashtë. Sofia u shkëput, e frikësuar. U tërhoq prapa, goditi këmbën në një koltuk lëkure, gati sa nuk u rëzua. Gja Beqiri ju afrua, më I but, duke u përpjekur ta qetësonte. Eja, vogëlushe. Eja me mua. Do të jap një gotë ujë dhe do të shohim se nga ke ardhur, mirë? Vajza nuk donte të dilte. Donte të priste baban. E dinte se ai ishte aty, në atë ndërtesë, diku. Por kishte frikë nga ato gra, frikë nga burri me kostum që e shikonte sikur të ishte një insekt. Filloi të qante më fort. Ishte atëherë kur krenar Aliu doli nga ashensori privat që të çonte në parkingun nëntoksor dhe në katet administrative. Ai ishte me nxitim, mbante një dosje, shikonte orën. Kishte lënë teta dritën dhe Sofin në makinë, do të ishte vërtet shpejt. Por kur kaloi korridorin e vogël që të çonte në sallën kryesore, dëgjoi një të qarë. Një të qarë që e njihte. Ndaloi. Zemra I rahu fort. Ishte Sofia. Ishte I sigurt. Por pse po qante? Eci më shpejt, shtyu derën e xhamit që ndante korridoret administrative nga zona publike dhe ngriu. Vajza e tij ishte në mes të sallës, duke qarë, me gjurmë lotësh në fytyrën e pistë, duke u vëzhguar nga disa punonjës dhe klientë. Gja Beqiri përpiqej ta qetësonte, por vajza vetëm përsëriste se donte baban, se babai ishte aty, se ajo nuk po gënjente. Krenari ndjeu një val zemërimi dhe dhimbjeje aq të fortë sa ju desh të merrte frym thellë për të mos shpërthyer në britma. Por nuk ishte momenti për të humbur kontrollin. Ishte momenti për të kuptuar. Për të parë. Për të mësuar diçka për kompaninë e tij që ndoshta kur nuk e kishte vënë re duke qenë gjithmonë aq larg nga kati I agjencisë. Në vend që të vraponte te vajza dhe të zbulonte menjëherë se kush ishte, krenari bëri disa hapa prapa, u kthye në korridor dhe nxori celularin. Telefonoi centralin e sigurisë së ndërtesës dhe kërkoi akses në kamerat e agjencisë të 15 minutave të fundit. Donte të shihte gjithçka. Çdo gjestë. Çdo fjalë. Çdo vështrim. Ndërkohë, në sallë, Gja Beqiri kishte arritur ta binte Sofin të ulej në një stol në cep, larg lëvizjes. Vajza qante lehtë tani, e përqafuar me gjunjët e saj. Angela dhe Erisa u kthyen te banaku, ende duke komentuar mes tyre për ngjarjen, duke qeshur lehtë, duke bërë shaka. Roberti u kthye në zyrën e tij, I lehtësuar që e kishte deleguar problemin. Dhe krenari, në zyrën e tij private disa kate më lart, shikonte pamjet me zemër të thyer dhe me mendjen që I vlonte nga një zemërim I ftohtë. Shihte vajzën e tij duke hyrë me pafajësi. Shihte vështrimin e neverisë së punonjëseve. Dëgjonte, përmes audios së kamerave, çdo fjalë mizore, çdo të qeshur dashakeqe. Shihte shpërfilljen e menaxherit. Dhe shihte gjithashtu përpjekjen e sinqertë të Gja Beqirit për të qenë njeri në një vend që kishte harruar si bëhej kjo. Në atë moment, krenar Aliu mori një vendim. Nuk do të ishte thjesht një qortim. Nuk do të ishte thjesht një pushim nga puna. Do të ishte një mësim. Për të gjithë. Krenari fik monitorin dhe qëndroi disa çaste në këmbë, duke u përpjekur të kontrollonte frymëmarrjen. Imazhet që sapo kishte parë nuk I hiqeshin nga mendja. Fytyra e frikësuar e Sofis. Lotët që rridhnin. Tërheqja e krahut. Të qeshurat mizore. Dhe më e keqja ishte të dinte se ky nuk ishte një rast I izoluar. Nëse e trajtonin vajzën e tij në atë mënyrë vetëm sepse ishte e pistë dhe dukej e varfër, si I trajtonin klientët e vërtet që vinin në ato kushte çdo ditë? Sa nëna punëtore, sa të moshuar, sa të rinj në fillim të karrierës ishin poshtëruar në atë agjenci pa dijenin e tij? Pyetja I rrite në mendje. Ai gjithmonë kishte besuar se kompanitë e tij ishin ndryshe, se vlerat e tij të respektit dhe dinjitetit zbatoheshin. Por ndoshta ishte gabuar.
Ndoshta distanca midis kateve të sipërme dhe katit të operacioneve ishte më e madhe se sa i imagjinonte. Mori frym thellë. I duhej një plan. Të zbriste tani, të zbulonte kush ishte, të përqafonte Sofin dhe t'i pushonte të gjithë nga puna do të ishte e lehtë. Por nuk do ta zgjidhte problemin e vërtetë. Nuk do të tregonte qartë se çfarë ishte gabim. Nuk do të regjistrohej. Nuk do të kthehej në shembull. I duheshin prova konkrete, dëshmitar, një situatë që nuk mund të mohoj ose të shtrembërohej më vonë. Mori telefonin dhe i telefonoi Gentit, drejtorit të tij juridik dhe njeriu të besuar. Biseda ishte e shkurtër, por e saktë. Donte që Genti dhe dy anëtar të tjerë të drejtorisë të zbrisnin në mënyrë diskrete në agjenci dhe të vëzhgonin. Donte dëshmitar për atë që do të ndodhte. Genti, i mësuar me kërkesat e pazakonta të shefit, pranoi pa bërë pyetje. Do të ishte aty brenda 10 minutash. Krenari pastaj u pa në pasqyrimin e dritares. Ishte me veshje zyrtare, por jo tërheqëse. Një këmish e bardhë, pantallona të errëta, këpucë të thjeshta. Asgjë që të bërtiste pasuri. Hoqi orën zvicerane nga dora dhe e futi në sirtar. Hoqi gjithashtu unazën e argjend që ende e mbante, edhe pas ndarjes. Donte të dukej sa më i zakonshëm. Një baba çfarëdo që kërkonte vajzën e tij. Para se të dilte, i telefonoi teta Dritës, e cila ishte e dëshpëruar duke kërkuar Sofin nëpër lagje. E qetësoi Dadon, i tha se vajza ishte e sigurt brenda agjencisë, por se i duhej që teta Drita të qëndronte jashtë për momentin. Nuk ja shpjegoi arsyen, vetëm i kërkoi besim. Zonja e mirë, edhe pse pa kuptuar, pranoi. Krenari pastaj zbriti me ashensorin e zakonshëm, atë që përdornin punonjësit, jo atë privat të drejtuesve. Donte të arrinte si çdo person tjetër. Kur dyert u hapën në katin përdes, ai mori frym thellë edhe një herë dhe eci drejt sallës kryesore. Sofia ishte ende e ulur në stolin në cep, më e qetë tani, por me fytyrën e ënjtur nga të qarat. Gja Beqiri kishte arritur t'i jepte një gotë ujë nga shisha e tij, dhe vajza pinte me glënjka të vogla, ende duke fërshëllyer her pas here. Roja qëndronte pranë saj duke bërë një mbikëqyrje diskrete, më shumë për ta mbrojtur se sa për ta vëzhguar. Krenari e pas skenën dhe ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Por e ruajti qetësinë. Eci deri te banaku i shërbimit, ku Angela dhe Erisa ishin kthyer në rutinën e tyre të zakonshme, tani duke shërbyer një çift të rinj që donin informacion për financim. Më falni, tha Krenari me edukat. Angela ngriti syt, i hodhi atë shikim të shpejt vlerësues që njerëzit si ajo bëjnë automatikisht. Pa një burr me pamje mesatare, pa kostum të shtrenjtë, pa çantë firmato, pa atë ajër rëndësie që klientët VIP zakonisht kanë. Pshertiu, paksa e paduruar. Urdhëroni? Doja të dija për atë fëmijën atje, tha Krenari, duke treguar me kokë në drejtim të Sofis, por pa e shikuar drejt për drejt. Çfarë ndodhi? Erisa rrotulloi syt, qartësisht e irrituar që duhej ta shpjegonte përsëri. Është thjesht një vajzë që hyri këtu nga rruga. E kemi zgjidhur tashmë, roja po kujdeset. Pse doni të dini? Jam baba edhe unë, gënjeu Krenari, ose më saktë, tha gjysmën e së vërtetës. U shqetësova kur pash një fëmijë duke qarë në atë mënyrë. U lëndua? Jo, nuk u lëndua, u përgjigj Angela, me një ton që tregonte se e konsideronte bisedën të kollë. Ajo thjesht hyri këtu duke dashur të përdorte freskuesen e ujit, ne i kërkuam të dilte sepse nuk lejohet, ajo bëri naze, qau, por i kaloi tashmë. Dhe ju nuk u përpoqët të zbulonit se nga vinte? Të kërkonit prindërit? Pyeti Krenari, duke mbajtur një ton të qetë dhe kureshtar. Të dyja u pan me njëra tjetrën. Erisa ngriti supet. Ne kemi punë për të bërë, zotëri. Nuk mund të kujdesemi për fëmijë të humbur. E kemi njoftuar rojen, ai le të shoh se çfarë të bëj. Krenari ndjeu zemërimin të rritej, por e kontrolloi. Vazhdoi. Dhe ajo tha diçka? Shpjegoi pse hyri këtu? Angela qeshi lehtë. Tha se babai i saj punon këtu, se babai është pronari i bankës. Gjëra fëmijësh, apo jo? Duke shpikur histori. Dhe ju jeni të sigurta se ajo po shpikte? Insistoi Krenari. Erisa u fri duke humbur durimin. Zotëri, shikojeni fëmijën. Shikojeni si është. E gjitha e pistë, me rroba të vjetra, pothuajse zbathur.
A mendoni vërtet se pronari i një banke do ta linte të bien të ecte kështu? Krenari e mbajti përgjigjen që donte të jepte. Mori frym. Po sikur të thoshte të vërtetën? Po sikur të ishte vërtet vajza e dikujt të rëndësishëm këtu? Angela qeshi më fort tani. E pamundur. Ne i njohim familjet e shefave. Asnjëri prej tyre nuk ka vajzë të vogël. Dhe po të kishte, me siguri nuk do të dukej si një vajzë rruge. Ishte pika që derdhi gotën. Krenari ndjeu se kishte parë dhe dëgjuar mjaftueshëm. Genti dhe drejtorët e tjerë tashmë ishin pozicionuar në sallë, në mënyrë diskrete, duke vëzhguar gjithçka. Kamerat regjistronin çdo sekondë. Kishte dëshmitar. Ishte koha. Para se të vazhdoj, tha Krenari, duke ndryshuar plotësisht tonin e zërit, tani i prerë dhe i akullt, dua t'i bëj disa gjëra shumë të qarta. Së pari, ajo fëmijë nuk shpiku asgjë. Së dyti, ju e trajtuat një vajzë 5 vjeçare me përbuzje, mizori dhe paragjykim. Së treti, do t'ju jap një mundësi të rimendoni çdo fjalë që thate, çdo gjest që bëte, sepse pas disa sekondash asgjë nuk do të jetë më si më parë. Të dyja punonjësit u zbehen. Toni i tij, qëndrimi, ndryshimi i papritur i energjisë. Diçka ishte shumë gabim. Angela belbëzoi. Për çfarë po flisni, zotëri? Krenari nuk ju përgjigj asaj. U kthye dhe eci drejt vendit ku ishte Sofia. Vajza, kur pa më në fund baban, lëshoi një britm gëzimi të përzier me lehtësim dhe ju hodh në krah. Babi. Babi. Ua thash atyre se ti punoje këtu, por nuk më besuan. Ishin të këqija me mua. Krenari u ul në gjunjë, duke u bërë në gjatësinë e së bijës. I fshiu lotët nga fytyra me gishtin e madh, i puthi ballin. E di, princesha ime. E pash gjithçka. Dhe babi do ta zgjidh këtë tani, mirë? Sofia pohoi me kokë, ende e kapur pas qafës së tij. Krenari u ngrit, e mori vajzën në krah dhe u kthye te banaku. Angela dhe Erisa ishin tani plotësisht të bardha, me sy të zgurdulluar, duke filluar të kuptonin. Menaxheri Robert, i cili kishte vënë re lëvizjen, doli nga zyra e tij. Pa Krenarin duke mbajtur një fëmijë të pistë, të dy duke biseduar në një ton intim. Diçka në fund të mendjes së tij filloi të lëshonte alarme, por ai ende nuk arrinte t'i lidhte pikat. Krenari shikoi punonjësit. Tani do të bëj disa prezantime që duhet të ishin të panevojshme. Emri im është Krenar Aliu. Unë jam pronari i këtij institucioni financiar, i kësaj ndërtese dhe i 14 agjencive të tjera të shpërndara në të gjithë vendin. Dhe kjo, tha ai, duke treguar Sofin ende në krah, është vajza ime, Sofia Aliu. Vajza që ju e poshtëruat, e qeshët, e tërhoqet për krahu dhe e dëbuat sepse menduat se nuk kishte të drejtë të ishte këtu. Heshtja që ra mbi sallë ishte shurdhuese. Disa klientë ndaluan atë që po bënin për të vëzhguar. Xhabeqiri, i cili ishte pak më larg, zgurdulloi syt dhe instinktivisht buzëqeshi, duke ndjerë një kënaqësi të pamas. Roberti ndjeu këmbët t'i dridheshin. Angela ishte e para që u përpoq të fliste, zëri i dilte i dridhur. Zoti Aliu, unë nuk e dija ne nuk dije çfarë, Angela? E ndërpreu Krenari, zëri ende i qetë, por therrës. Nuk dije se ishte vajza ime? Apo nuk dije se një fëmijë nuk trajtohet në atë mënyrë pavarësisht se kush është? Zotëri, ishte një keqkuptim, u përpoq Erisa, me duart që i dridheshin. Ne menduam se ishte, çfarë? Një fëmijë rruge? Një vajzë e varfër? Dhe kjo justifikon mizorinë? Krenari nuk bërtiste, por fjalët e tij kishin peshën e një dënimi. Ju e qeshët vajzën time. U tallët kur ajo tha të vërtetën. E tërhoqet me forcë. I mohuat ujë një fëmijë të etur. Dhe më e keqja, bë të gjithë këtë para klientëve, kolegëve, pa asnjë pikë turpi apo njerëzillëku. Roberti më në fund u afrua, duke u përpjekur të kontrollonte situatën që qartësisht kishte dalë plotësisht jashtë kontrollit. Zoti Aliu, po ta dija se vajza ishte e juaja, kur nuk do të. Dhe pikërisht ky është problemi, Robert, e preu Krenari, duke u kthyer për ta parë në sy. Kur nuk do të bëje çfarë? Të lejoje ta dëbonin? Pra, do të thotë se po të ishte vajza e një klienti të zakonshëm, një fëmijë vërtet i varfër, do të ishte e pranueshme ta trajtonit në atë mënyrë? Roberti hapi gojen, e mbylli, e hapi përsëri. Nuk kishte përgjigje.
Çdo gjë që do të thoshte në atë moment do të përdorej kundër tij. Dhe ai e dinte këtë. Krenari vazhdoi, tani duke parë të gjithë në sallë. Ju mendoni se unë nuk e di se çfarë ndodh këtu? Mendoni se për shkak se punoj në katet e sipërme, në mbledhje dhe raporte, unë nuk e shoh se si trajtohen njerëzit? Vajza ime sot më dha një dhuratë të dhimbshme, por të nevojshme. Ajo më tregoi në mënyrë të qartë dhe të pamohueshme se kjo agjenci që duhet të përfaqësonte vlerat që unë i predikoj aq shumë, është kthyer në një vend ku njerëzit maten nga madhësia e llogarisë bankare, nga marka e rrobave, nga pamja që kanë. Një zonjë e moshuar që ishte ulur duke pritur shërbimin u ngrit. Ishte e njëjta që ishte shqetësuar më parë, por ishte ndaluar nga burri i saj të përzihej. Tani, me guxim të ri për të rirë nga prania e pronarit, ajo foli. Unë ju falenderoj që e thatë këtë. Unë vetë jam shërbyer keq këtu disa herë. Ato, tha ajo, duke treguar Angelen dhe Erisën, bëjnë fytyrë të vrenjtur kur shohin se nuk kemi shumë para në llogari. Na trajtojnë sikur jemi një bezdi. Klientë të tjerë filluan të murmuritnin në shenjë pajtimi. Krenari pohoi me kokë, duke falendëruar guximin e zonjës. Pikërisht për këtë arsye, ajo që ndodhi këtu sot nuk do të mbetet pa pasoja. Por nuk do të jetë një dënim sekret, një pushim diskret nga puna. Jo. Kjo do të kthehet në një pikë referimi. Një shembull. Një ndryshim real. Krenari thiri Gentin dhe dy drejtorët e tjerë, të cilët u afruan. U kthye nga Roberti. Ju jeni i pezulluar menjëherë nga funksionet tuaja si menaxher. Do t'i nënshtroheni një procesi administrativ të brendshëm dhe, në varësi të përfundimeve, mund të uleni në detyrë ose të largoheni. Në 30 ditët e ardhshme do të bëni një kurs intensiv mbi shërbimin e humanizuar, empatinë dhe përfshirjen sociale. Nëse doni të vazhdoni në këtë kompani, do t'ju duhet të provoni se keni mësuar që posti nuk ju jep të drejtën t'i trajtoni njerëzit me përbuzje. Roberti uli kokën, i poshtëruar, por pa guximin të kundërshtonte. Krenari pastaj shikoi Angelen dhe Erisën. Ju të dyja jeni të pushuara nga puna me efekt të menjëhershëm. Sektori i burimeve njerëzore do të procesojë dokumentacionin sot. Nuk ka vend në këtë kompani për njerëz që qeshin me fëmijët, që u mohojnë ujë atyre që kanë etje, që gjykojnë qenjet njerëzore nga rrobat që veshin. Merrni sendet tuaja personale dhe largohuni. Të dyja filluan të qanin. Erisa u përpoq të lutej. Zotëri, ju lutem, unë kam nevojë për këtë punë. Kam fatura për të paguar, unë. Dhe gruaja që ju e latë duke pritur në këmbë për gjysmë ore sot gjithashtu ka fatura për të paguar, e ndërpreu Krenari. I moshuari që ju e injoruat javën e kaluar gjithashtu ka nevoja. Dhjetëra njerëz që ju i keni keqtrajtuar gjatë muajve gjithashtu kanë histori. Dallimi është se ata nuk kishin kusht të fliste për ta. Sot, vajza ime foli për të gjithë këta njerëz. Dhe unë jam këtu për të garantuar që ky zë të dëgjohet. Krenari pastaj u kthye nga Xhabeqiri. Ju, Xhabeqir, ishit i vetmi person që u përpoqët të sillnit dinitet në këtë situatë. E pash nga kamerat se si ofruat ujë vajzës sime, si u përpoqët ta qetësonit, si i pyetët koleget tuaja. Për këtë arsye, dua të bisedoj me ju më vonë. Kam një propozim për t'ju bërë. Xhabeqiri, i emocionuar, vetëm pohoi me kokë, pa mundur të fliste. Krenari pastaj i kërkoi Gentit të merrte menaxhimin e përkohshëm të agjencisë derisa të zgjidhej dhe të trajnohej siç duhet një menaxher i ri. Udhëzoi që të gjithë punonjësit e agjencisë t'i nënshtroheshin një trajnimi emergjent mbi respektin dhe përfshirjen javën e ardhshme. Dhe njoftoi se, nga ai moment, të gjitha agjencitë e rrjetit do të kishin klient misterios me profile të ndryshme sociale që do të vlerësonin shërbimin çdo muaj. Rezultatet do të konsideroheshin po aq të rëndësishme sa objektivat e shitjeve. Por Krenari nuk u ndal me kaq. Mori mikrofonin e sistemit të zërit të agjencisë dhe bëri një njoftim për të gjithë të pranishmin. Dua t'u kërkoj falje çdo klienti që është keqtrajtuar ndonjëherë në këtë agjenci ose në çdo njësi tjetër të rrjetit ton. Më falni që kam qenë shumë larg për të kuptuar se çfarë ndodhte. Por ju garantoj se, nga sot, gjërat do të ndryshojnë. Jo sepse vajza ime u poshtërua, por sepse asnjë qenie njerëzore nuk meriton të poshtërohet në asnjë vend. Dua që kjo kompani të jetë një vend ku njerëzit trajtohen si njerëz, pikë. Pa dallim. Pa paragjykim. Pa ligësi të panevojshme. Disa klientë duartrokitën.
Zonja e moshuar që kishte folur më parë erdhi tek ai dhe i shtrëngoi dorën fort. Zoti ju bekoft ju dhe vajzën tuaj. Bota kishte nevojë ta shihte këtë sot. Krenari, ende me Sofin në krah, e falenderoi. Por ai e dinte se ky ishte vetëm fillimi. Një pushim nga puna, një trajnim, një fjalim i bukur nuk do të zgjidhnin një problem kulturor kaq të thellë. Do të duhej punë e vazhdueshme, vigjilencë, angazhim real. Por të paktën tani, pasi e kishte parë me sytë e tij, ose më mirë, përmes syve të së bijës, se si ishin gjërat në të vërtetë, ai nuk mund të pretendonte më se gjithçka ishte në rregull. Para se të dilte nga agjencia, krenari u ndal para Angjelës dhe Erisës, të cilat po mblidhnin sendet e tyre duke qarë. I shikoi me një përzierje keqardhjeje dhe vendosmërie. Shpresoj të mësoni diçka nga kjo. Nuk jam i lumtur që po pushoj dik nga puna. Por nuk mund të pranoj që njerëzit të keq trajtohen në kompaninë time. Ndoshta kjo është shtytja që ju duhej për të rimenduar se si i trajtoni të tjerët. Ndoshta në punën tjetër do ta kujtoni këtë fëmijë dhe do të mendoni 2 herë para se të gjykoni dik nga pamja. Erisa, mes dënesash, belbëzoi një kërkesë faljeje. Angjela vetëm uli kokën, pa mundur ta shikonte në sy. Kur krenari më në fund doli nga agjencia me Sofin të kapur pas qafës, teta drita ishte jashtë, e shqetësuar. Dadoja vrapoi drejt tyre, përqafoi Sofin, kërkoi mira falje për pakujdesin. Krenari e qetësoi. Nuk ishte faji yt, Tater Drightë. Sofia ishte shumë e zgjuar dhe shumë e shpejtë. Dhe në fund, ndoshta ishte edhe mirë që ndodhi. Më hapi syt për gjëra që duhej t'i shija. Rrugës për në shtëpi, Sofia ishte çuditërisht e qetë. Krenari, duke drejtuar makinën, e shikonte nga pasqyra. Më në fund, vajza pyeti. Babi, pse ato zonjat ishin të këqija me mua? Bëra diçka gabim? Krenari ndjeu syt t'i digjinin. E ndaloi makinën në një parking, u kthye nga sedilja e pasme dhe e shikoi vajzën. Jo, zemër. Ti nuk bëre asgjë gabim. Ato vepruan keq sepse të gjykuan nga pamja jote. Pan se ishe e pistë dhe e lodhur dhe menduan se për këtë arsye nuk meritoje respekt. Por ato ishin plotësisht gabim. Të gjithë meritojnë respekt. Nuk ka rëndësi se si janë veshur, nuk ka rëndësi nëse janë të pasur apo të varfër. Çdo person është i rëndësishëm. Sofia mendoi për një moment. Prandaj qeshën kur thash se ti ishe baba im? Sepse menduan se isha gënjeshtare? Po, bia ime. Ato nuk mund ta besonin se një vajzë që dukej e varfër mund të ishte vajza e pronarit të bankës. Por kjo është shumë budallallëk, babi. Ti gjithmonë më çon në projekte dhe unë luaj me të gjithë dhe bëhem pis. Kjo nuk e ndryshon atë që unë jam për brenda. Krenari buzëqeshi, një përzierje krenarie dhe trishtimi. Ti je vetëm 5 vjeç dhe kupton gjëra që shumë të rritur nuk do t'i kuptojnë kurrë. Pikërisht kështu është, Sofia. Nuk ka rëndësi se si je nga jashtë. Ajo që ka rëndësi është se kush je nga brenda. Dhe ti, vogëlushja ime, je një person i mrekullueshëm. Po ju, të ishit në vendin e Angjelës dhe Erisës, do ta kishit trajtuar një fëmijë të panjohur me përbuzje vetëm për pamjen e saj, apo do t'i kishit ofruar ndihmë? Na tregoni në komente. Sofia përqafoi baban. Më pëlqeu Xhabe Qiri. Ai ishte i mirë me mua. Edhe mua më pëlqeu. Dhe prandaj do të bëj diçka të veçantë për të. Do t'i ofroj një mundësi më të mirë në kompani. Njerëzit e mirë meritojnë të vlerësohen. Atë natë, në shtëpi, pasi Sofia tashmë ishte në gjumë, krenari qëndroi në balkon duke parë qytetin e ndriçuar. Mendonte se sa agjenci të tjera të tijat kishin probleme të ngjashme. Sa menaxher të tjerë si Roberti, sa punonjëse të tjera si Angjela dhe Erisa. Mendonte se sa e lehtë ishte të krijojë një kulturë korporative të bukur në letër dhe të mos e vije re se në praktik ajo nuk ekzistonte. Mori laptopin dhe filloi të shkruante. Një plan i detajuar ndryshimi. Jo vetëm për atë agjenci, por për të gjithë rrjetin. Trajnime të reja, protokolle të reja, mënyre e re për të vlerësuar punonjësit. Por kryesisht një mentalitet i ri. Një kulturë ku fitimi dhe humanizmi nuk ishin përjashtuese. Ku suksesi nuk do të thoshte të shkelje ata që ishin poshtë. Mendoi për nënën e Sofis që ishte në Evropë. A do t'ja tregonte ngjarjen?
Një pjesë e tij donte, një pjesë tjetër mendonte se nuk do të vlente. Ajo kur nuk e kishte kuptuar obsesionin e tij me drejtësinë sociale, me trajtimin e mirë të punonjësve, me programet e përgjegjësisë sociale. Për të, biznesi ishte biznes. Ndoshta prandaj nuk kishin funksionuar. Por tani nuk kishte më rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte trashëgimia që ai donte t'i linte Sofis. Dhe ajo ditë, sado e dhimbshme të kishte qenë, u bë një pikë kthese. Një moment kur gjithçka u bë e qartë. Ku nuk kishte më vend për gjysma masash. Në anën tjetër të qytetit, në një apartament të vogël në një lagje veriore, Erisa qante e përqafuar me një jastëk. Angela, që jetonte me të, ishte në divan, ende në shok. Të dyja kishin qenë shoqe që nga fakulteti, e kishin gjetur punën në bank bashk, kishin festuar bashk çdo promovim. Dhe tani ishin pushuar nga puna bashk, të poshtëruara bashk, të ekspozuara bashk. Si e lejuam të ndodhte kjo? Pyeti Erisa, mes dënesash. Angela tundi kokën. As nuk e di. Ne thjesht bëm atë që bënim gjithmonë. Të trajtonim më mirë ata që kishin më shumë para. Ishte ajo që Roberti gjithmonë na nxiste. Ishte ajo që jepte rezultat. Por ne e trajtuam atë fëmijë aq keq, Angela. Aq keq. Unë madje e tërhoqa. E tërhoqa një fëmijë 5 vjeçar sikur të ishte nuk e di. Dhe të mendosh se ajo vërtet ishte vajza e tij. Që mund të kishim pyetur, mund të kishim dëgjuar, mund të kishim qenë të paktën të sjellshme. Erisa u ul në krevat. E di cila është më e keqja? Ne do ta kishim trajtuar në atë mënyrë edhe sikur të mos ishte vajza e tij. Ne i trajtojmë të gjithë kështu. E mban mend zonjën që erdhi javën e kaluar me atë fustanin e vjetër? Ne e tallëm pas shpine. E mban mend djalin që erdhi të hapte llogari për të marrë rrogën e parë? Ne bëm fytyrë të vrenjtur sepse do të na jepte punë dhe nuk do të sillte asnjë fitim. Të dyja heshtën duke u përballur për herë të parë me llojin e njerëzve që ishin bërë. Pushimi nga puna dhemte. Mungesa e parave që do të vinte do të dhemte edhe më shumë. Por ajo që dhemte më shumë ishte të kuptonin se e meritonin. Se ai burr kishte të drejtë. Se ato kishin qenë mizore, meskine, paragjykuese. Dhe tani? Pyeti Erisa. Tani duhet të mësojmë. Duhet të ndryshojmë. Sepse nëse vazhdojmë të jemi kështu, do të përfundojmë vetëm dhe të hidhëruara. Dhe do ta meritojmë. Ishte një përfundim i ashpër. Por i nevojshëm. Ashtu siç kishte qenë e nevojshme për krenarin të shihte qartë se çfarë ndodhte në kompanitë e tij. Ashtu siç kishte qenë e nevojshme për Robertin të kuptonte se të ishe menaxher nuk i jepte të drejtën të ishte çnjerëzor. Ashtu siç kishte qenë e nevojshme për të gjithë ata që e dëshmuan atë skenë të kuptonin se paragjykimi nuk është i pranueshëm në asnjë formë. Historia e vajzës që hyri e pis në një agjenci bankare dhe ndryshoi gjithçka filloi të përhapej. Punonisit e njësive të tjera komentonin mes tyre. Klientët u tregonin familjarëve. Dhe secili që e dëgjonte e gjente veten duke menduar, po unë? Si i trajtoj njerëzit që takoj në përditshmëri? Si reagoj kur dikush ndryshe nga unë më del përpara? Ishin pyetje të sikletshme. Por pyetje të nevojshme. Dhe gjithçka për shkak të një vajze 5 vjeçare që donte vetëm një gotë ujë. 3 muaj kishin kaluar që nga ajo pasdite që ndryshoi gjithçka. Historia ishte përhapur jo vetëm brenda kompanisë, por edhe jashtë saj. Disa gazeta lokale botuan artikuj për rastin, pas zbuluar detaje specifike, por duke theksuar ndryshimin rrënjësor të zbatuar nga një biznesmen pasi dëshmoi diskriminim në kompaninë e tij. Rrjetet sociale komentonin. Shkollat e administrimit e përdornin si studim rasti. Agjencia e bllokut ishte bërë një simbol për mirë e për keq. Krenari e kishte mbajtur fjalën. Zbatoi ndryshime të thella, jo vetëm kozmetike. Të gjitha agjencitë e rrjetit tani kalonin në përvlerësime mujore nga klient misterios me profile të ndryshme socioekonomike. Raportet merreshin seriozisht, po aq sa shifrat e shitjeve. Punonisit që shuheshin për shërbimin e humanizuar merrnin bonuse. Ata që shfaqnin sjellje diskriminuese paralajmëroheshin, trajnoheshin dhe, nëse vazhdonin, largoheshin nga puna. Por nuk ishte e lehtë. Kishte rezistencë.
Disa menaxher ankoheshin se politikat e reja largonin fokusin nga ajo që vërtet kishte rëndësi, që ishte fitimi. Disa punonjës më të vjetër ankoheshin se tani duhej t'i trajtonin të gjithë njësoj, sikur kjo të ishte një absurditet. Krenari e përballoi çdo rezistencë me durim, por edhe me vendosmëri. E bëri të qartë se kush nuk pajtohej me vlerat e reja të kompanisë ishte i lirë të kërkonte një punë tjetër. Agjencia e bllokut, në veçanti, ishte transformuar. Roberti, ish menaxheri, vazhdonte në kompani, por në një post më të ulët, duke punuar si asistent administrativ. Ishte në muajin e tretë të një programi intensiv riedukimi. Duhej të shërbente personalisht klientë të gjitha profileve, pa dallim, dhe vlerësohej çdo javë. Në fillim, ishte poshtëruese. Më pas, e sikletshme. Por dalë nga dalë, diçka filloi të ndryshonte brenda tij. Në një ditë veçanërisht të vështirë, Roberti po ndihmonte një zonjë të moshuar dhe analfabete të plotësonte një formular. Ajo kërkonte falje për çdo gabim, për çdo vonesë, e turpëruar që nuk dinte të bënte diçka që për të tjerët ishte e thjeshtë. Roberti, i cili më parë do të ishte bërë i paduruar, do t'ia kishte deleguar atë punonisit më të ri, e gjeti veten të prekur sinqerisht nga situata e asaj gruaje. E ndihmoi me durim, i shpjegoi çdo fush, priti aq kohë sa ishte e nevojshme. Dhe kur ajo doli, duke e falendëruar me sytë e përlotur, Roberti ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, kënaqësi të vërtetë. Jo kënaqësinë e mbylljes së një marrëveshjeje të madhe, por kënaqësinë e të pasurit bërë një ndryshim në jetën e dikujt. Atë natë, Roberti i telefonoi krenarit. Kërkoi një bisedë private. Të nesërmen, i ulur në zyrën e biznesmenit, Roberti bëri diçka që kur nuk e kishte imagjinuar se do ta bënte, kërkoi falje të vërtetë. Jo ato falje automatike që japim kur na kapin duke bërë diçka gabim, por një falje të sinqertë, të lindur nga reflektimi real. Zoti Aliu, unë kam kaluar 3 muaj duke besuar se ju keni qenë i padrejtë me mua. Se nuk e meritoja dënimin, se thjesht po bëja punën time, se problemi ishte një egzagerim. Por sot e kuptova. Nuk ishte një ndriçim i papritur, ishte gradualisht, duke shërbyer njerëz që më parë i injoroja. Dhe kuptova se kisha humbur diçka themelore gjatë karrierës sime, aftësinë për t'i parë njerëzit si njerëz. I shija si numra, si mundësi, si pengesa. Dhe kjo më transformoi në dikë që nuk doja të isha. Krenari dëgjonte në heshtje. Kur Roberti mbaroi, ai e pyeti. Dhe tani? Çfarë ke ndërmend të bësh me këtë zbulim? Dua të vazhdoj këtu, nëse më jepni këtë shans. Por jo në të njëjtën pozitë si më parë. Dua të punoj me trajnimin e punonjësve të rinj. Dua të mësoj atë që mësova në mënyrën më të keqe të mundshme, duke gabuar dhe duke paguar për këtë. Dua të garantoj që asnjë menaxher i kësaj kompanie të mos bëhet ai që isha unë. Krenari buzëqeshi. Ishte pikërisht lloji i transformimit që priste të shite. Jo vetëm dënim, por shpengim. Jo vetëm frikë nga pasojat, por ndryshim i vërtet karakteri. U pajtua me propozimin e Robertit. Ai do të bëhej koordinator i trajnimit të humanizuar, një post i krijuar posaçërisht për të. Ndërkohë, Xhabeqiri gjithashtu kishte marrë shpërblimin e tij për humanizmin e treguar. Krenari e promovoi në një pozitë të re, mbikëqyrës i përvojës së klientit. Xhabeqiri tani vizitonte të gjitha agjencitë, vëzhgonte shërbimin, bisedonte me punonjësit dhe klientët dhe i raportonte drejt për drejt krenarit për klimën e çdo njësie. Fitonte 3 herë më shumë se sa fitonte si roje, kishte një makinë të kompanisë dhe kryesisht kishte zë. Vëzhgimet e tij merreshin parasysh në vendimet e rëndësishme. Një ditë, gjatë një prej vizitave të tij mbikëqyrëse, Xhabeqiri dëshmoi një skenë në agjencinë e Astirit. Një djalë i ri, me rroba të thjeshta korrieri, hyri duke mbajtur një çantë termike dhe kërkoi informacion për hapjen e një llogarie për të marrë pagesat. Punonjësja e re në kompani filloi ta shërbente me edukat, por Xhabeqiri vuri re se njëri nga menaxherët, një burr më i vjetër që ishte në rrjet prej vitesh, rrotullonte syt dhe bënte komente dashakeqe me një koleg. Xhabeqiri ju afrua menaxherit. Ndonjë problem? Pyeti, duke mbajtur një ton miqësor, por duke e bërë të qartë se ishte në shërbim. Menaxheri u trem. E njihte historinë e Xhabeqirit, e dinte se ai kishte lidhje të drejtpërdrejtë me pronarin. Jo, asnjë problem, u përgjigj, nervoz. Sepse më dukej se ju ishit i parehatshëm me shërbimin e atij djali atje.
Menaxheri u përpoq të maskoj. Jo, që thua. Thjesht komentova se agjencia është plot dhe ai do të vonohet për të shërbyer. Xha Beqiri nuk ishte budalla. Dinte ta njihte paragjykimin e fshehur. E dini, unë kam qenë roje sigurie për shumë vite. Kam parë shumë njerëz të mirë të trajtohen me mungesë respekti vetëm sepse fitonin pagën minimale ose punonin me uniformë. Dhe kam parë gjithashtu se sa shumë dhemb kjo. Ai djali atje, ai është punëtor, i ndershëm, po përpiqet të organizojë jetën e tij. Meriton po aq respekt sa një drejtues me kostum. Në fakt, ndoshta edhe më shumë, sepse ai po bën përpjekje të pamas për të arritur gjërat. Menaxheri u skuq, i zën ngushtë. Xha Beqiri nuk bëri asgjë tjetër në atë moment, por e përfshiu vëzhgimin në raportin e tij. 2 javë më vonë, ai menaxher ishte në një trajnim të veçantë mbi empatinë dhe paragjykimin e pavetëdijshëm. Ndryshimet nuk ndodhnin vetëm brenda kompanisë. Historia e Sofis kishte prekur shumë njerëz edhe jashtë saj. Një mësuese e një shkolle publike në Kamës, në periferi të Tiranës, e përdori rastin për të bërë një aktivitet me nxënësit e saj të klasës së 5. U kërkoi atyre të shkruanin për ndonjë rast kur ishin gjykuar nga pamja ose nga gjendja sociale. Tekstet që mori ishin zemërthyese. Fëmijë 10-11 vjeç tregonin se si ndiqeshin në supermarkete, si injoroheshin në dyqane, si trajtoheshin me dyshim në vende publike. Një vajzë shkroi se si u ndje kur një zonjë ndërroi anën e trotuarit kur e pa atë dhe shoqet e saj duke u afruar, të gjitha me ngjyrë dhe me uniformë shkolle. Një djalë tregoi se si një roje sigurie në një qendër tregtare e kishte ndaluar në mënyrë agresive vetëm sepse ai po shikonte vitrinat e dyqaneve të shtrenjta. Mësuesja, Mimoza Shkreli, u prek aq shumë sa vendosi t'ia dërgonte shkrimet krenarit, së bashku me një letër ku shpjegonte projektin. Shkroi se historia e Sofis kishte hapur biseda të rëndësishme në komunitet, por gjithashtu kishte treguar se paragjykimi ishte shumë më i thellë dhe sistematik se një rast i izoluar në një agjenci bankare. Krenari lexoi çdo shkrim. Qau me disa. Ndjeu zemërim me të tjerë. Dhe kryesisht, ndjeu përgjegjësi. Ata fëmijë po i tregonin atij një realitet që ekzistonte përtej mureve të kompanisë së tij, përtej fluskës së tij të privilegjit. Caktoi një takim me mësuesen Mimoza. Në takim që u zhvillua në vetë shkollën ku ajo punonte, krenari takoi disa nga fëmijët që kishin shkruar shkrime. Dëgjoi historitë e tyre, bëri pyetje, u përpoq të kuptonte. Dhe doli prej andej me një projekt të ri në mendje. Do të krijonte një fond bursash studimi dhe programe përfshirjeje jo vetëm për punonjësit, por për komunitetin në përgjithësi. Donte që kompania e tij të ishte një mjet i transformimit social real, jo vetëm një fjalim i bukur. Ndërkohë, Angela dhe Erisa vazhdonin jetët e tyre, duke u përpjekur të rimëkëmbeshin pas pushimit nga puna. Nuk ishte e lehtë. Zbuluan se historia ishte përhapur në tregun financiar dhe asnjë bank nuk donte t'i punësonte. Sov e njollosur. Reputacion i shkatëruar. U desh të kërkonin punë në fusha të tjera, shpesh duke fituar shumë më pak se më parë. Erisa gjeti punë në një dyqan të vogël rrobash të medreseja. Pronari ishte një zotëri libanez i gjeneratës së parë, i cili e punësoi pavarësisht se e njihte historinë e saj. Ai ishte i sinqertë. Të jap një shans, por do të duhet të provosh se ke ndryshuar. Këtu, ne shërbejmë që nga zonja që vjen nga bloku deri te shitësia ambulante që blen me shumicë për të rishitur. Dhe të gjithë trajtohen njësoj. Nëse nuk arrin ta bësh këtë, nuk do të zgjasësh asnjë javë. Erisa pranoi. Në ditët e para, ishte e vështirë. Ishte mësuar me ambientin e klimatizuar të agjencisë, me orare të rregullta, me një farë pozite sociale. Tani punonte në një magazin të nxehtë dhe të ngushtë, shërbente njerëz që flisnin me zë të lartë, negocionin çmimin, paguanin me para të imëta. Ishte një botë tjetër. Por ishte pikërisht në atë botë që Erisa filloi të kuptonte gjëra që kurrë nuk I kishte kuptuar. Pa gra që zgjoheshin në 4 të mëngjesit për të marrë autobusin dhe për të arritur herët për të zgjedhur mallin më të mirë. Pa shitse ambulante që blinin 20 bluza për t'i rishitur dhe me fitimin të ushqenin familjen për një javë. Pa pensioniste që kursenin për muaj të tërë për të blerë një fustan për dasmën e nipit. Dhe I pa të gjithë ata njerëz duke u trajtuar me respekt dhe dinjitet nga shefi I saj libanez, I cili shitet e secili prej tyre jo një numër, por një histori. Një ditë, një grua hyri në dyqan me 3 fëmijë të vegjël.
Ishte dukshëm e lodhur, me rroba të thjeshta, me sy të thelluar nga pagjumësia. I duheshin uniforma shkollore për fëmijët, por kishte një buxhet shumë të kufizuar. Erisa automatikisht ndjeu atë padurimin e vjetër të ngrihej. Por pastaj kujtoi. Kujtoi Sofin. Kujtoi fjalët e krenarit. Kujtoi se sa shumë kishte humbur duke gjykuar njerëzit. Mori frym thellë dhe ndryshoi. E ndihmoi gruan të gjente veshjet që i përshtateshin buxhetit. I sugjeroi opsione më të lira. Ishte e duruar me fëmijët që vraponin nëpër dyqan. Dhe kur gruaja, e emocionuar, e falenderoi për vëmendjen, Erisa ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh, krenari për veten. Jo krenari për të pasur bërë një shitje të madhe, por krenari për të pasur qenë njerëzore. Angela pati një rrugë tjetër, por po aq transformuese. U vonua më shumë për të gjetur punë. Poshtërimi i refuzimit në intervista, i shikimit të dyerve që mbylleshin, i të duhurit të shpjegonte arsyen e pushimit nga puna, ishte shkatërrues. Arriti të mendonte të hiqte dorë, të kthehej në qytetin e lindjes, të linte gjithçka. Por një ditë, në një radhë në një zyrë punësimi, e gjeti veten të ulur pranë një zonje rreth të 60-tave. Gruaja ishte aty për të njëjtën arsye, kërkonte punë. Biseduan. Zonja tregoi se ishte pushuar nga puna në moshën 55 vjeçare dhe që atëherë nuk kishte arritur të rigjente punë. Kompanitë gjithmonë gjenin justifikime, shumë e vjetër, shumë me përvojë, shumë e shtrenjtë. Por e vërteta, ajo e dinte, ishte paragjykim i pastër. Angela dëgjoi dhe e pa veten te ajo grua. Të dyja viktima të një sistemi që gjykon, që hedh poshtë, që nuk jep shanse të dyta. Dhe për herë të parë, Angela kuptoi vërtet se si ishte të ishe në anën tjetër. Si ishte të gjykoheshe pa pasur mundësi mbrojtjeje. Si ishte të ndjeje se askush nuk të sheh si person, por vetëm si një problem. Atë ditë, Angela mori një vendim. Do të bëhej vullnetare. Nëse askush nuk donte ta punësonte, atëherë ajo do të dhuronte kohën dhe aftësitë e saj. Filloi të punonte në një ujë që ndihmonte njerëzit e papunë të formatonin CV-t dhe të përgatiteshin për intervista. Aty shërbeu 10 njerëz në situata shumë më të këqija se e saja. Dhe të secili prej tyre, pa pak nga vetja. Pa dhimbjen e refuzimit, frikën e së ardhmes, luftën për dinjitet. Ishte përmes kësaj pune vullnetare që Angela, muaj më vonë, u vure nga një kompani sociale që kishte nevojë për dikë me përvojë bankare për një projekt mikrokredie për komunitetet në nevojë. E paguanin më pak se gjysmën e asaj që fitonte në bankë. Por ishte një mundësi për të rifilluar. Dhe kryesisht për të bërë një ndryshim real në jetën e njerëzve që kishin më shumë nevojë. Duke u kthyer në agjencinë e bllokut, Sofia ishte bërë një lloj nusk jo zyrtare. Sa herë që krenari e çonte atje, punonjësit bënin çmos ta përshëndesnin, t'i ofronin diçka për të ngrënë, të bisedonin. Vajza, natyrshëm komunikuese, e adhuronte. Por krenari bënte çmos t'i përdorte këto vizita si momente edukative. Në një nga këto vizita, Sofia ishte me të njëjtin fustan Leila, tani i pastër dhe i hekurosur mirë. U ul në një koltuk në sallë ndërsa babai zgjidhte diçka të shpejtë. Një punonjëse e re, e cila ishte punësuar pas gjithë ngjarjes dhe nuk e njihte historinë, ju afrua dhe e pyeti nëse donte ujë. Sofia pranoi, e lumtur. Kur punonjësja u kthye me gotën, Sofia e falenderoi dhe e pyeti: "Ti punon këtu prej shumë kohësh?" "Jo, kam filluar para 2 javësh", u përgjigj punonjësja duke buzëqeshur. "Dhe ata të mësuan të jesh e mirë me të gjithë? Edhe nëse personi ka rroba të pista?" Punonjësja u habit me pyetjen që vinte nga një fëmijë kaq i vogël. "Mësuan, po. Këtu mësojmë se të gjithë meritojnë respekt." Sofia pohoi me kokë, e kënaqur. "Sa mirë. Sepse një herë unë erdha këtu e gjitha e pistë dhe disa zonja ishin shumë të këqija me mua. Por babai im i pushoi nga puna dhe tani njerëzit janë të mirë." Punonjësja zgurdulloi syt duke lidhur pikat. "Ti je Sofia? Vajza e pronarit?" "Po," tha vajza, me krenari. "Dhe për shkakun tim tani të gjithë këtu janë më të mirë." Punonjësja u ul në gjunjë para saj. "E di, Sofia, unë e dëgjova këtë histori në trajnimin tim. Dhe ajo më mësoi diçka shumë të rëndësishme, kur të mos gjykosh askënd nga pamja. Faleminderit për këtë." Sofia buzëqeshi. "Ti dukesh e mirë."
Vë bas se ti kur nuk do të ishe e keqe me një fëmijë. Nuk do të isha, jo. Premtoj. Kur krenari u kthye dhe e pa skenën, zemra i u mbush plot. Ishte pikërisht ajo që ai donte. Një kulturë ku historia e Sofis nuk ishte thjesht një anekdot, por një alarm i përhershëm. Një kujtesë e gjallë se pas çdo pamjeje, çdo robe, çdo llogarie bankare, ekziston një qenie njerëzore që meriton dinjitet. Në atë muaj, krenari u ftua të jepte një leksion në një konferencë të liderëve të biznesit në Tiranë. Tema ishte përgjegjësia sociale korporative. Ai pranoi, por vendosi ta tregonte historinë e tij në mënyrë të papërpunuar, pa e zbukuruar. Në ditën e leksionit, auditori ishte plot me drejtor ekzekutiv, drejtor, biznesmen të suksesshëm. Krenari u ngjit në skenë, refuzoi të përdorte slide apo prezantime të përpunuara. Thjesht kërkoi një mikrofon dhe filloi të fliste. Treu për Sofin që hyri në agjenci. Për poshtërimin që ajo pësoi. Për të pasurit parë gjithçka nga kamerat. Për zemërimin, dhimbjen, turpin e të kuptuarit se kompania e tij, për të cilën ishte aq krenar, ishte skena e mizorisë së përditshme. Treu për pushimet nga puna, për ndryshimet, për rezistencën që hasi. Dhe kryesisht për atë që mësoi. Heshtja në auditor ishte absolute. Disa biznesmen lëviznin të parehatshëm në karriget e tyre, duke njohur situata të ngjashme në kompanitë e tyre. Të tjerë mbanin shënime me nxitim. Disa kishin sytë e përlotur. Kur mbaroi, krenari bëri një sfidë. Sa prej jush kanë hyrë të maskuar në kompanitë tuaja për të parë se si punonësit e trajtojnë publikun? Sa prej jush kanë provuar të përdorin shërbimet tuaja si një klient i zakonshëm? Sa prej jush e din vërtet se çfarë ndodh në katin e prodhimit, në vijën e parë, larg raporteve të bukura dhe shifrave të manipuluara? Pak duar u ngritën. Krenari vazhdoi. Atëherë ju ftoj ta bëni këtë ushtrim. Jo sepse do të zbuloni se keni një vajzë që po keq trajtohet, por sepse do të zbuloni se si janë vërtet kompanitë tuaja. Dhe nëse gjeni atë që gjeta unë, shpresoj të keni guximin të ndryshoni. Sepse në fund të fundit nuk ka rëndësi sa para fitojmë, nëse për këtë na duhet të shkelim dinjitetin e dikujt, nuk po ndërtojmë asgjë që ja vlen. Leksioni shkaktoi debate të nxehta. Disa biznesmen argumentuan se biznesi është biznes, se të jesh shumë i mirë nuk paguan faturat. Krenari u kundërpërgjigj me të dhëna, pas ndryshimeve, kënaqësia e klientëve u rrit me 40%, shkalla e besnikërisë u rrit dhe qarkullimi jo vetëm që u ruajt, por u rrit. Të respektosh njerëzit nuk ishte filantropi, ishte edhe biznes i mirë. Por përtej shifrave, krenari këmbëngulte në pikën njerëzore. Nuk bëhet fjalë vetëm për fitim. Bëhet fjalë se çfarë lloj shoqërie duam të ndërtojmë. Kompanitë tona formsojnë kulturën. Nëse ne normalizojmë paragjykimin brenda tyre, ne po kontribuojmë për një botë më mizore. Nëse ne kultivojmë empatinë, ne po mbjellim farat e një ndryshimi real. Pas konferencës, disa biznesmen e kërkuan krenarin. Disa kërkonin konsulencë. Të tjerë donin të njihnin më mirë programin e trajnimit që ai kishte zbatuar. Disa thjesht për ta falendëruar që kishte pasur guximin të ekspozonte publikisht një dështim kaq të madh. Njëri prej tyre, një biznesmen i sektorit të shitjes me pakicë, rrëfeu se po përballej me probleme të ngjashme dhe nuk dinte si t'i zgjidhte. Krenari kaloi orë të tëra duke biseduar me secilin. Ndau gabimet e tij, sukseset e tij, sfidat që ende përballej. Nuk e vendosi veten si ekspert, por si dikush që po mësonte gjithashtu. Dhe ofroi ndihmë të sinqertë, pa interes financiar, vetëm dëshirën për të parë më shumë kompani duke adoptuar praktika të humanizuara. Duke u kthyer në shtëpia të natë, krenari kaloi pranë agjencisë së bllokut. Ishte pothuajse 10 e natës, por ende kishte dritë të ndezur. Parkoi, kurioz. Hyri dhe gjeti Xhabeqirin duke përfunduar një raport në zyrën e vogël që tani kishte aty. Ende në punë, Xhabeqir? Pyeti krenari. Burri më i vjetër ngriti syt, buzëqeshi. Ah, zoti krenar. Thjesht po përfundoja disa raporte. E dini si është, tani që kam këtë përgjegjësi, nuk dua të shgënjej. Krenari u ul. Kur nuk do të shgënjeni? Ju ishit i vetmi person që ruajtët humanizmin kur të gjithë e humbën. Ishte kjo që më dha shpresë atë ditë. Të shija se ende ekzistonin njerëz të mirë këtu brenda. Xhabeqiri u emocionua.
E dini, zoti krenar, unë kam punuar më shumë se 30 vjet si roje sigurie. Shija shumë gjëra të gabuara, por kur nuk kisha fuqi për të ndryshuar. Tani, në këtë funksion të ri, sa herë që shoh dikë të trajtohet mirë në një nga agjencitë, ndjej se kam bërë një ndryshim. Dhe kjo nuk ka çmim. Pikërisht prandaj ndryshimet ja vlejnë xhabeqir. Sepse prekin jetë reale. Sofia, pa e ditur, preku jetën tuaj, timen, të shumë njerëzve. Dhe ju, me mirësinë tuaj të heshtur gjatë gjithë këtyre viteve, preket jetën e qindra njerëzve që ndoshta as nuk e mbajnë mend emrin tuaj, por e mbajtën mend mirësjelljen. Të dy qëndruan duke biseduar për një orë tjetër. Duke ndarë histori, reflektime, shpresa. Kur krenari më në fund u largua, ndjeu diçka të rrallë, paqe. Paqen e të diturit se ishte në rrugën e duhur, se ndryshimet ja vlenin, se Sofia, edhe pse pa e kuptuar plotësisht, kishte qenë një agente transformimi. Në shtëpi, e gjeti vajzën ende zgjuar duke e pritur të arrinte. Nuk më zinte gjumi, babi. Po mendoja për diçka. Për çfarë, zemër? Për ato zonjat që ishin të këqija me mua. Mendon se ato kanë ndryshuar? Se kanë mësuar? Krenari e mori vajzën në krah, u ul me të në divan. E di, Sofia, shpresoj që po. Por më e rëndësishmja nuk është nëse ato kanë ndryshuar, por çfarë mësuam ne nga gjithë kjo? Mësuam se pamja nuk e përcakton askën. Se mirësia nuk kushton asgjë. Se ne kemi fuqinë të bëjmë zgjedhje më të mira. Dhe se kur shohim diçka gabim, duhet të kemi guximin të ndryshojmë. Sofia mendoi për një moment. Pra, unë ndihmova të ndryshonin gjërat? Edhe pa dashje? Ndihmove më shumë se sa e imagjinon vogëlushja ime. Ti më kujtove pse e fillova gjithë këtë. Pse është e rëndësishme që njerëzit të trajtohen mirë. Dhe më dhe guximin të bëja atë që ishte e drejtë, edhe kur ishte e vështirë. Vajza buzëqeshi, e kënaqur, dhe më në fund ra në gjumë në krahët e të atit. Krenari e çoi në dhomë, e mbuloi me kujdes dhe qëndroi duke e vëzhguar teksa flinte. Ajo fëmijë e vogël, që një ditë kishte hyrë në një agjenci vetëm për të pirë ujë, kishte ndryshuar jo vetëm një kompani, por jetën e dhjetëra njerëzve. Dhe as nuk e kuptonte plotësisht madhësinë e asaj që kishte bërë. Kështu janë transformimet e mëdha, mendoi Krenari. Fillojnë të vogla, me gjeste të thjeshta, me momente të vërteta që nuk mund të injorohen më. Dhe rriten, shumë fishohen, prekin jetë, ndryshojnë kultura. Gjithçka sepse dikush pati guximin të mos pranonte të papranueshmen, të mos normalizonte mizorinë, të mos pretendonte se gjithçka është në rregull kur qartësisht nuk është. 6 muaj pas asaj dite që ndryshoi gjithçka, pranvera mbërriti në Tiranë duke sjellë me vete lule në pemë dhe një ajër rinovimi që dukej se përputhej në mënyrë të përsosur me momentin që po jetonte rrjeti i agjencive të Krenarit. Transformimet nuk kishin qenë të lehta, por ishin të pamohueshme. Shifrat provonin se respekti dhe fitimi nuk ishin përjashtuese. Anketat e kënaqësisë tregonin një përmirësim të qëndrueshëm. Por, mbi të gjitha, historitë e treguara nga punonjësit dhe klientët tregonin se diçka e thellë kishte ndryshuar. Ishte një pasdite e shtunë kur Krenari mori një telefonat të papritur. Nga ana tjetër e linjës, një zë femëror dhe hezitues kërkoi të fliste me të. Ishte Erisa. Ish punonjësja që ishte pushuar nga puna atë ditë fatidike. Krenari ndjeu zemrën t'i rrite fort. Nuk dinte çfarë të priste. Pranoi ta takonte në një kafene pranë shtëpisë së tij, në një orar kur nuk do të kishte shumë njerëz. Në ditën e caktuar, Krenari mbërriti i pari. Kërkoi një kafe dhe mbeti duke pritur, i shqetësuar. Kur Erisa hyri, ai gati sa nuk e njohu. Ajo ishte ndryshe. Jo vetëm fizikisht, më e dobët dhe me një pamje më pak të kuruar se më parë, por kryesisht në sy. Kishte një përullësi aty, një trishtim, por edhe një vendosmëri që ai nuk e mbante mend ta kishte parë tek ajo. Erisa u ul, e falenderoi që kishte pranuar takimin dhe qëndroi disa sekonda në heshtje, sikur të mblidhte guxim. Më në fund, filloi të fliste. Zoti Aliu, e di që nuk kam të drejtë të jem këtu duke kërkuar asgjë. E di që isha e tmerrshme me vajzën tuaj, që gjithçka që më ndodhi ishte pasojë e veprimeve të mia, por më duhej të vija këtu për 2 gjëra. Së pari, të kërkoj falje të vërtetë. Jo ato falje që dhasha atë ditë, e tmerruar sepse do të humbisja punën. Por falje reale nga dikush që ka kaluar 6 muaj duke kuptuar se sa gabim ishte.
Zëri i saj u drodh. Unë isha mizore me një fëmijë. Me vajzën tuaj. Dhe sado që përpiqem të justifikohem duke thënë se nuk e dija kush ishte, e vërteta është se kjo nuk ka rëndësi. Unë do të kisha qenë mizore me çdo fëmijë në atë situatë. Dhe kjo më turpëron thellësisht. Krenari dëgjonte në heshtje duke vëzhguar çdo shprehje të saj, çdo lot që fillonte të formohej në sytë e Erisës. Ajo vazhdoi. Në muajt e fundit, unë kam gjetur një punë në një dyqan të thjeshtë. Fitoj një fraksion të asaj që fitoja më parë. Zgjohem herët, punoj shumë, kthehem në shtëpi e raskapitur. Dhe e dini çfarë është qesharake? Unë jam e lumtur. Më e lumtur se sa isha në atë bankë, me atë pagë të mirë, por me shpirtin e kalbur. Sepse tani i shoh njerëzit që shërbej. Shoh historitë e tyre, luftrat e tyre, ëndrat e tyre. Dhe e trajtoj secilin me respektin që gjithmonë duhej ta kishin marrë nga unë. Ajo ndaloi, fshiu lotët me një pecet. Krenari priti me durim. Arsyeja e dytë për të cilën erdha këtu është për të falënderuar. E di që duket e çuditshme të falënderosh dikë që të pushoj nga puna, që të ekspozoj, që të poshtëroj. Por e vërteta është se ju më dhatë një dhuratë. Dhuratën e të mosqenit më në gjendje të pretendoj. Të duhurit të përballesha me llojin e personit që isha bërë. Dhe të pasurit shansin të ndryshoj. Nëse ju thjesht do të më kishit qortuar dhe do të kishit vazhduar, unë do të vazhdoja të isha i njëjti personit mërshëm. Por ju nuk e bëtë këtë. Ju më detyruat të përballesha me pasojat e veprimeve të mia dhe kjo, sado e dhimbshme të ketë qenë, më shpëtoi nga vetja ime. Krenari mori frym thellë. Erisa, i pranoj faljet tuaja. Dhe admiroj guximin tuaj për të ardhur këtu. Por duhet të kuptoni se kush ju ndryshoi ishit ju vetë. Unë thjesht krijova situatën ku ju nuk mund të fshiheshit më. Ndryshimi i vërtet erdhi nga brenda. E di. Dhe prandaj dua të kërkoj diçka. Jo punë. E di që nuk e meritoj dhe se do të ishte e papërshtatshme. Por doja të dija nëse mund të marr pjesë në trajnimet që ofron kompania juaj. Të paguaj nga xhepi im në kohën time të lirë. Sepse dua të mësoj vërtet. Dua të kem mjete për të vazhduar të përmirësohem. Dhe dua, në të ardhmen, të mund të ndaj historinë time me njerëz të tjerë që ndoshta po bëjnë të njëjtat gabime që bëra unë. Krenari u befasua nga kërkesa. Ishte e sinqertë. Nuk kishte qëllime të dyta, nuk kishte përpjekje për manipulim. Pranoi menjëherë. Më shumë se kaq, tha se ajo nuk do të duhej të paguante. Por vuri një kusht. Do të marrësh pjesë në trajnime. Dhe kur të ndihesh gati, do të tregosh historinë tënde para grupeve të punonisëve të rinj. Pa e zbukuruar, pa e fshehur turpin, pa u përpjekur të dukesh heroin. Do të tregosh si ishe, çfarë bëre dhe si ndryshove. Sepse historia jote mund t'i pengoj të tjerët të bëjnë të njëjtat gabime. Erisa pranoi, e emocionuar. Para se të largohej, ajo kërkoi edhe diçka tjetër. A do të mund t'i kërkoja falje drejt për drejt Sofis një ditë? Jo tani, ajo është shumë e vogël. Por kur të rritet, kur të mund të kuptoj. Do të doja që ajo ta dinte se ajo grua e keqe që e trajtoi keq u bë një person më i mirë për shkakun e saj. Krenari buzëqeshi. Kur të vi koha e duhur, unë do ta lehtësoj këtë takim. Por dije se Sofia, në mënyrën e saj, tashmë të ka falur. Fëmijët kanë një aftësi për të falur që ne të rriturit e kemi humbur. Një ditë ajo më pyeti nëse ti kishe ndryshuar. Dhe kur i thash se shpresoja që po, ajo u përgjigj se të gjithë meritojnë një shans për t'u bërë më të mirë. Ajo është 5 vjeç dhe tashmë e kupton këtë. Ndoshta ne duhet të mësojmë prej saj. Erisa doli nga ajo kafene ndryshe nga si hyri. Më e lehtë. Më shpresë plot. Dhe krenari mbeti aty duke përfunduar kafen e tij, duke reflektuar se si falja dhe shpengimi ishin mjete të fuqishme transformimi. Të dënoje ishte e nevojshme, por të krijoje rrugë për ndryshim real ishte ajo që bënte diferencën afatgjallë. Në atë javë, krenari u ftua të jepte një intervistë në një program televiziv me audiencë të lartë. Prezantuesi donte të fliste për kompanitë me përgjegjësi sociale dhe kishte zgjedhur historinë e tij si shembull. Krenari pranoi, por bëri një kërkesë, donte të merrte Sofin me vete. Në ditën e regjistrimit, Sofia ishte e bukur, me një fustan të verdhë dhe flokët e kapur me një fjongo.
por krenari i kërkoi producentit të tregonte edhe foton e saj atë ditë, 6 muaj më parë, e pistë dhe duke qarë. Donte kontrastin. Donte që njerëzit të kuptonin vizualisht se çfarë kishte ndodhur. Kur erdhi koha e intervistës, prezantuesi filloi me pyetjet e pritura për menaxhimin, përgjegjësinë sociale, vlerat korporative. Krenari u përgjigj me durim, por u bë e qartë se ai donte të fliste për diçka më të thellë. Më në fund, prezantuesi pyeti: "Çfarë ndryshoi vërtet tek ju pas asaj dite?" Krenari shikoi Sofin, e cila ishte ulur në një stol pranë, duke lëkundur këmbët dhe duke buzëqeshur për kamerat. Kuptova se po ndërtoja një perandori, por po humbisja kontaktin me realitetin. Isha në katet e sipërme, duke parë raporte, duke festuar objektiva, ndërsa atje poshtë, në katin ku njerëzit takohen, ku jeta vërtet ndodh, ekzistonte mizori që praktikohej në emrin tim. Dhe më e keqja është se mendoja se mjaftonte të kisha qëllime të mira, të kisha programe sociale, të dhuroja për institucione. Por zbulova se nëse brenda shtëpisë sime, kompanisë sime, njerëzit keq trajtoheshin, atëherë gjithë pjesa tjetër ishte hipokrizi. Dhe si e balanconi tani? Midis fitimit dhe etikës? Midis biznesit dhe humanizmit? Pyeti prezantuesi. Krenari mendoi për një moment. E dini, kjo pyetje niset nga një premisë e gabuar. Që fitimi dhe etika janë të kundërta. Që humanizmi dhe biznesi nuk përzihen. Por e vërteta është tjetër. Kompanitë janë të përbëra nga njerëz. Shërbejnë njerëz. Ekzistojnë për shkak të njerëzve. Nëse i trajton mirë njerëzit, klientët dhe punonisit, ti ndërton diçka solide. Nëse i trajton keq, ti ndërton diçka që mund të shembet në çdo moment. Shifrat e mia u përmirësuan pas ndryshimeve, nuk u përkeqësuan. Por edhe sikur të ishin përkeqësuar, unë do t'i kisha mbajtur ndryshimet. Sepse ka gjëra që nuk janë të negociueshme. Dinjiteti njerëzor është një prej tyre. Prezantuesi pastaj u kthye nga Sofia. Dhe ti, Sofia, çfarë mësove nga gjithë kjo? Vajza, me atë spontanitet që vetëm fëmijët e kanë, u përgjigj. Mësova se nuk ka rëndësi si është personi nga jashtë. Mund të jetë hipist, mund të jetë me rroba të vjetra, mund të jetë i lodhur. Për brenda të gjithë janë njësoj. Të gjithë duan të trajtohen mirë. Dhe mësova gjithashtu se kur shohim diçka gabim, duhet të flasim. Edhe nëse kemi frikë. Sepse nëse nuk flasim, asgjë nuk ndryshon. Studioja heshti për disa sekonda. Më pas, një duartrokitje spontane. Prezantuesi ishte dukshëm i emocionuar. Nga një fëmijë 5 vjeçar vin fjalë që shumë të rritur do të duhej t'i dëgjonin. Kur programi u transmetua, reagimi ishte i jashtëzakonshëm. Rrjetet sociale shpërthyen me komente. Disa duartrokitnin krenarin. Të tjerë kritikonin, duke thënë se ai po bënte marketing mbi vajzën e tij. Kishte nga të gjitha. Por ajo që u shfaq më shumë ishin histori. Qindra, mira njerëz që ndanin situata ku ishin gjykuar nga pamja, ku ishin keq trajtuar sepse nuk dukeshin të rëndësishëm, ku ishin bërë të padukshëm për shkak të gjendjes së tyre sociale. Njëra nga këto histori e preku veçanërisht krenarin. Ishte nga një grua e quajtur Ana Pietri, pastruese 52 vjeçare. Ajo tregoi se punonte në një ndërtesë biznesi të nivelit të lartë dhe se çdo ditë trajtohej sikur të ishte e padukshme. Njerëzit hynin në ashensor dhe pretendonin se ajo nuk ekzistonte. Kalonin pranë saj në korridore pa e përshëndetur. Instituti ofronte trajnime falas, konsulencë për kompanitë që donin të ndryshonin kulturat e tyre dhe kryesisht krijonte hapësira ku njerëz si Ana mund të ndanin historitë e tyre dhe të dëgjoheshin vërtet. Lançimi i institutit u bë në një pasdite me shitetori, saktësisht një vit pas ditës kur Sofia kishte hyrë në agjenci. Krenari bëri çmos që ceremonia të ishte në vetë agjencinë e bllokut, në të njëjtin vend ku filloi gjithçka. Ftoi punonjës, klient, median dhe kryesisht njerëz të zakonshëm që kishin histori të kalimi dhe lufte kundër diskriminimit. Midis të ftuarve ishte Xha Beqiri, tani drejtori i marrëdhënieve njerëzore të kompanisë. Ishte Roberti, i cili atë vit ishte bërë një nga instruktorët më të respektuar të empatisë korporative në vend. Ishte mësuesja Mimoza, e cila vazhdonte të transformonte jetën në periferi. Ishte Erisa, e cila në ato muaj kishte përmbushur angazhimin e saj për të ndarë historinë e saj në trajnime, duke ndihmuar të tjerët të mos bënin gabimet e saj. Dhe ishte gjithashtu Angela.
Ajo i kishte shkruar krenarit disa muaj më parë, duke i treguar për punën e saj në mikrokredi dhe se si më në fund kishte gjetur një qëllim më të madh se thjesht të fitonte para. Kërkoi leje të ishte e pranishme, jo si personazh kryesor, por si një dëshmitare e heshtur se ndryshimi ishte i mundur. Krenari pranoi. Në ceremoni ishte Sofia ajo që preu shiritin e inaugurimit. Ishte nervoze, por e lumtur. Krenari i mbajti dorën dhe i përshpëriti. Asgjë nga kjo nuk do të ekzistonte pa ty, vogëlushja ime. Por Sofia, e mençur përtej 6 viteve të saj të sapo mbushura, e korrigjoi. Jo, babi. Kjo ekziston për shkak të shumë njerëzve që kanë vuajtur dhe kur nuk kanë pasur zë. Unë isha vetëm ajo që pata fatin të kisha ty si baba. Por ka shumë Sofia atje jashtë që askush nuk i dëgjon. Krenari e përqafoi vajzën, i emocionuar. Si ishte rritur. Si ajo përvojë e dhimbshme kishte formuar jo vetëm atë, por edhe atë. Sofia nuk do të ishte më thjesht një vajzë e privilegjuar që rritej në një flusk. Do të ishte dikush që e njihte, edhe pse në mënyrë sipërfaqësore, dhimbjen e refuzimit dhe diskriminimit. Dhe kjo do ta bënte atë një person më të mirë. Në muajt në vijim, Instituti Sofia filloi të bënte një ndryshim real. Qindra kompani kërkuan trajnime. Mijëra punëtor u trajnuan. Dhjetëra politika të brendshme u rishikuan. Dhe mbi të gjitha, biseda të rëndësishme filluan të ndodhnin. Biseda për paragjykimin e pavetëdijshëm, për privilegjin, për empatin, për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë. Nuk ishte dhe nuk do të ishte e lehtë. Ndryshimi kulturor kur nuk është. Kishte hapa prapa. Kishte momente dekurajimi. Kishte njerëz që rezistuan, që kritikuan, që u përpoqën të delegjitimonin punën. Por krenari nuk hoqi dorë. Sa herë që mendonte të ndalonte, shikonte Sofin dhe kujtonte ditën kur ajo hyri duke qarë në atë agjenci. Kujtonte turpin që ndjeu. Dhe premtimin që i bëri vetes se kjo kur nuk do të ndodhte më, jo vetëm me vajzën e tij, por me asnjë fëmijë, me asnjë person. 2 vjet më vonë, në një mëngjes me diell të së shtunës, krenari e çoi Sofin të vizitonte agjencinë e bllokut. Ishte një vizitë pa paralajmërim, thjesht një baba dhe një vajzë që kalonin andej. Hyn në mënyrë diskrete. Sofia, tani 7 vjeç, ende e mbante mend atë ditë. Shikoi freskuesen e ujit, cepin ku kishte qarë, banakun ku punonjësit e kishin poshtëruar. Por tani, ambienti ishte krejtësisht ndryshe. Kishte njerëz të gjitha llojeve që shërbeheshin me vëmendje dhe respekt. Një zonjë e moshuar merrte ndihmë të durueshme nga një punonjës i ri për të përdorur aplikacionin e bankës. Një djalë me uniform korrieri orientohej për investime me të njëjtën seriozitet që do t'i jepej një drejtuesi. Një nën me 2 fëmijë të vegjël kishte në dispozicion një kënd lojrash ku mund t'i linte të luanin ndërsa zgjidhte punët e saj. Sofia vëzhgonte gjithçka me vëmendje. Më në fund, tha. Tani është më mirë këtu, apo jo babi? Po, zemër. Shumë më mirë. Dhe e di pse? Sepse tani ata e mbajnë mend se të gjithë janë njerëz. Se të gjithë meritojnë respekt. Krenari buzëqeshi. Pikërisht. Para se të dilnin, Sofia kërkoi të pinte ujë. Krenari ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por pranoi. Vajza eci deri te freskuesja e ujit, e njëjta si 2 vjet më parë. Por këtë herë, një punonjëse ju afrua menjëherë me një buzëqeshje. Do të ndihmoj të arrish, e dashur? E pyeti me butësi. Sofia buzëqeshi. Mundem vetë, faleminderit. Por është shumë e bukur nga ana jote që pyete. Punonjësja i shkeli syrin dhe u kthye në punë. Sofia pi ujin e saj, e qetë. Më pas, kapi dorën e babait dhe dolën. Jashtë, duke ecur në trotuarin me diell, Sofia pyeti. Babi, mendon se do ta mbaj mend atë ditë të keqe për gjithmonë? Krenari u ul në gjunjë në lartësinë e saj. Ndoshta do ta mbash mend, bia ime. Por shpresoj ta mbash mend jo si një traumë, por si një moment që u mësoi shumë njerëzve mësime të rëndësishme. Ti ndihmove të ndryshoje një sistem të tërë. Ndihmove njerëz që as nuk i njeh. Dhe kjo është diçka e madhe, diçka e bukur. Sofia mendoi për një moment. Pra, ja vleti që kalova në për atë? Krenari e përqafoi vajzën. Do të doja që ti kur të mos kishe vuajtur. Por me qenë se vuajte, po, ja vleti ajo që erdhi më pas.
Ndryshimet, mësimet, jetët e prekura. E gjithë kjo ka kuptim. Ndërsa ecnin për te makina, krenari reflektonte mbi 2 vitet e fundit. Mbi se si një pasdite e thjesht, një fëmijë me etje, një moment mizorie e ekspozuar, ishin transformuar në diçka shumë më të madhe. Në një lëvizje ndryshimi që vazhdonte të rritej. Mendoi për Erisën, e cila tani jepte leksione për shanset e dyta dhe shpengimin. Për Angjelën, e cila kishte gjetur qëllim duke ndihmuar familjet me të ardhura të ulta të kishin akses në kredi të denjë. Për Robertin, i cili trajnonte lider të rinj të ishin njerëzor para se të ishin menaxher. Për Xhabeqirin, i cili më në fund kishte zë dhe fuqi për të bërë ndryshimet që gjithmonë kishte dashur të bënte. Për Anën, pastruesen që u bë zëdhënëse e institutit dhe ndante historinë e saj në universitete dhe kompani. Për të gjithë ata që, të prekur nga historia e Sofis, vendosën të ishin më të mirë, të bënin më mirë, të ndërtonin më mirë. Nuk ishte një fund i përsosur. Ende kishte shumë punë për të bërë. Ende ekzistonte paragjykimi, diskriminimi, mizoria në botë. Por ishte një fillim. Një fillim i rëndësishëm. Një kujtesë se ndryshimi është i mundur kur njerëz të guximshëm vendosin të mos pranojnë të papranueshmen. Dhe gjithçka filloi me një vajzë 5 vjeçare që donte vetëm një gotë ujë. Një vajzë që nuk e dinte se po ndryshonte botën thjesht duke qenë vetvetja. Duke hyrë në një vend ku nuk pritej. Duke këmbëngulur në të vërtetën e saj kur askush nuk e besonte. Duke qarë me lot që lanë hipokrizin dhe zbuluan një realitet që duhej ndryshuar. Sofia, duke ecur dorë për dore me baban atë mëngjes me diell, nuk e kuptonte plotësisht madhësinë e asaj që kishte filluar. Por një ditë do ta kuptonte. Një ditë do ta dinte se ishte një agente transformimi. Se zëri i saj i vogël kishte jehuar në zemra dhe mendje. Se dhimbja e saj ishte transformuar në shërim për shumë. Dhe krenari, duke parë vajzën, ndjente krenari. Jo vetëm për gjithçka që ajo kishte provokuar, por për atë që po bëhej. Një vajzë që shihte njerëz. Që vinte në dyshim pa drejtësi. Që besonte se të gjithë meritonin mirësi. Një vajzë që, edhe pasi ishte keq trajtuar, ende mund të falte, ende mund të besonte në më të mirën e njerëzve. Sikur çdo fëmijë të rritej kështu, mendoi krenari, çfarë bote do të kishim? Një botë ku pamja nuk përcakton vlerën. Ku mirësjellja është rregull, jo përjashtim. Ku dinjiteti është e drejtë, jo privilegj. Ishte një ëndër e madhe. Ndoshta utopike. Por ëndrat e mëdha fillojnë me hapa të vegjël. Dhe Sofia, pa e ditur, kishte hedhur një nga këto hapa. Një hap që bëri diferencën. Një hap që ndryshoi trajektore. Një hap që provoi se edhe zërat më të vegjël mund të jehonin fuqishëm kur thonë të vërteta të rëndësishme. Ndërsa drejtonte makinën për në shtëpi, me Sofin që këndonte në sediljen e pasme, krenari mendonte për të ardhmen. Për të ardhmen e institutit, për të ardhmen e kompanive të tij, por kryesisht për të ardhmen e së bijës. Në çfarë lloj gruaje do të bëhej? Çfarë vlerash do të mbante? Si do ta përdorte pozitën e saj të privilegjit për të bërë diferencën në botë? Por një gjë e dinte me siguri, Sofia kur nuk do të ishte si ato punonjëset. Kur nuk do t'i maste njerëzit nga ajo që kanë ose duken. Sepse ajo mësoi në mënyrën më të dhimbshme të mundshme për një fëmijë se të gjykohesh padrejtësisht dhem. Dhe kjo dhimbje, e transformuar në empati, do ta udhëhiqte për pjesën tjetër të jetës. Ishte gjithçka që një baba mund të dëshironte. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Sofis dhe krenarit t'ju ketë prekur zemrën thellë. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim transformimi, nëse keni reflektuar se si I trajtoni njerëzit rreth jush, nëse keni vendosur të jeni më të sjellshëm, më të vëmendshëm, më njerëzor, klikoni butonin "M'pëlqej" tani. Abonoheni në kanal për të mos humbur historitë tona që zbulojnë më të mirën dhe më të keqen e natyrës njerëzore, që na bëjnë të qajmë por edhe na mbushin me shpresë. Dhe na tregoni në komente, a keni kaluar ndonjëherë në një situatë paragjykimi apo keni dëshmuar dikë duke u keq trajtuar padrejtësisht? Çfarë bëtë? Çfarë do të bënit ndryshe sot? Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo, histori që na kujtojnë se gjestet e vogla mund të gjenerojnë ndryshime të mëdha, se kur nuk është vonë për të ndryshuar, dhe se në fund, ajo që ka më shumë rëndësi është se si e trajtojmë njëri tjetrin. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori tjetër që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëj ta shihni botën ndryshe.